Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin e datës 25. Data 25 qershor, ku është një ditë e veçantë. Një ditë e veçantë ku kemi të bëjmë shumë me hënën e re, hëna e qershor që formohet në shenjën agafores me një mori kandesh, pozitive dhe negative. Jo gjithmonë çdo gjë që shkëlqen në shpëri. Por gjithsesi, ka të bëjë shumë me çështjet pozitive dhe mundësi të reja. Lidhja me Jupiterin dhe gjashkëndshëm me Marsin është jashtëzakonisht i dobishëm për fillime të reja dhe për të bërë përparime në çështjet familjare, shtëpisë dhe marrëdhënieve me të tjerët. Ndryshimet dhe lëvizjet janë të favorizuara. Megjithatë, për shkak të ndikimeve të Saturnit dhe të Neptunit, mund krijohet pak a shumë një keq kuptim mes personave nga dreka. Prandaj kërkohet pak vëmendje. Por në mënyrën më profesionale mund t'i kalojmë pengesat dhe kjo është qëllimi, ku kjo ndikohet shumë tek shenja e dashit, gafores, peshorët, bricapët të ditëlindjes të parë, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Ndikimet që kanë bëjnë pikërisht në këtë ditë gjithashtu është edhe një ndryshim shumë i madh që mund të diktojë dhe mund të na japi mundësinë për zgjidhur një problem apo diçka tjetër.